Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha publikoi shkelje të reja të kodit zgjedhor në qendrat e votimit duke përsëritur se opozita nuk do ta pranojë rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit. Në pamje të publikuara nga selia e Partisë Demokratike këtë herë, shfaqen komisioner të cilët kontrollojnë votën e qytetarëve në qendrat e votimit të cilat i përkasin qarkut të Elbasanit. Nuk ka sekret më vote. Të gjitha i kontrollon komisioneri ose voton vetë komisioneri. Ja, vazhdon. Edhe kontrollon tjetër tani. Edhe pse shkelja e ligjit në qendrat e votimit ngarkon me përgjegjësi të barabartë si komisionerët e Partisë Socialiste ashtu dhe ata të Partisë Demokratike, Berisha u doli në mbrojtje përfaqësuesve të opozitës në komisionet e qendrave të votimit. Aty ku Sara Mile, Arkend Balla shkojnë me hanxharët e troplinëve dhe Suel Çez, komisionerit i ngelet shumë pak hapësirë. Në një kohë që pamjet e publikuara nga VetPD tregojnë se sistemi komisionerëve politik nuk ka funksionuar, kryetari i Partisë Demokratike Berisha e refuzoi idenë e depolitizimit të komisioneve zgjedhore. Ka një propozim në rekomandimet që thuhet t'i bëjnë administrata. Por në botë, nëse ka një administratë që s'mund t'i bëjë sepse është e tëra, siç është patronazhiste, është administrata shqiptare. Jo, e the kuptova, ajo do pa. Depolitizimi i komisioneve zgjedhore është një ndër rekomandimet kryesore të ODIHR, por edhe të Këshillit të Evropës në raportin e fundit për zgjedhjet e 11 majit.